Galeria Kombëtare e Kosovës ka rihapur dyert për publikun pas më shumë se një viti renovim, duke vënë në funksion hapësirat të reja që synojnë përmirësimin e ruajtjes së koleksionit shtetëror dhe kushteve për ekspozim. Pjesa kryesore e investimit afro 1.7 milion eurosh është ndërtimi i depos së parë institucionale për ruajtjen dhe konservimin e veprave të koleksionit permanent të Galerisë Kombëtare të Kosovës. Rihapja e institucionit është shënuar të njëjtën me një konferencë për media, ndërsa në mbrëmje shpaloset ekspozita kolektive Jo të gjithë njerëzit ekzistojnë në të tashmen e njëjtë, e kuruar nga Hana Halilaj. Kryetaria e Këshillit Drejtues të Galerisë Kombëtare të Kosovës, Renea Behluli, ka thënë se institucioni ka kaluar një transformim të madh gjatë 4 vjetëve të fundit, pavarësisht sfidave me të cilat ishte përballur. Këto 4 vjetë, kemi organizuar mbi 30 ekspozita në këto 4 vjetë. Koleksioni u pasuru me mbi 350 vepra të reja, që ka qenë procesi më i madh institucional në historinë e koleksionimit publik në Kosovë. U regjistru plotësisht koleksioni me mbi 1200 vepra dhe nisëm digitalizimin e tij. Sipas saj, galeria ka pasur shumë mungesa kur ajo erdhi në kryesi të institucionit. Në pranverën e 2022-shit, Këshilli Drejtues, kur e morëm mandatin, Galeria Kombëtare ka pas mungesë të burimeve njerëzore, mungesë programit edukativ edhe programit hulumtues. Kjo ka vështirësu funksionimin adekuat të institucionit. 4 vjetë ma vonë, më thonë tash, jemi një institucion shumë më i avancum, me program vjetor të plot, me dyrë të hapna ndaj artistave të brezave të rinj edhe artistave që më herët nuk jenë përfshi, me bashkëpunime ndërkombëtare që e kanë pasuru programin. Zëvendësuesja e drejtorit të Galerisë Kombëtare, Alisa Gojani, ka thënë se investimi më i rëndësishëm nga renovimi është ndërtimi i depos për koleksionin shtetëror të veprave artistike. Ky investim kapital që është bërë poshtë në depo, çka do ta shihni tash kur shkojmë në vizitë, është një prej punëve më të rëndësishme që ka bërë deri tani gjatë gjithë renovimeve të mëhershme që kanë ndodhur në galeri, sepse kanë ndodhur renovime, po kanë qenë brenda një objekt që kanë pas bënë me sallat, me hapësirat, sepse hapësina si hapësinë e galerisë është një objekt i cili është i adaptuar. Nuk është objekt i ndërtuar për galeri ose për muze, edhe i adaptuar fillimisht për Muzeet e Revolucionit e më pas për Galeri Kombëtare. Klimatizimi, ndriçimi e lartësia e tavanit janë midis ndërhyrjeve të tjera në objektin e Galerisë Kombëtare të Kosovës. Sipas Gojanit, renovimi ka qenë i domosdoshëm. Ka qenë një investim i domosdoshëm edhe shumë i nevojshëm. Ndoshta shumë më herët, po ja që ka ndodhur tash, mirë po kur nuk është vonë, sepse ruajtja dhe prezervimi i koleksionit shtetëror që ne e ruajmë në Galerinë Kombëtare të Kosovës ka qenë domosdoshmëri, sepse ne kemi obligim që ato vepra mos i mbajmë vetëm për veti, mirë po t'i përcjellim edhe për gjeneratat e ardhshme. Ekspozita Jo të gjithë njerëzit ekzistojnë në të tashmen e njëjtë, e kuruar nga Hana Halilaj, me të cilën inaugurohet objekti i rinovuar i galerisë, mbledh veprat e 43 artistëve nga koleksioni i institucionit dhe synon të ofrojë lexime të ndryshme mbi mënyrën se si historia, politika dhe shoqëria ndikojnë në përvojat njerëzore.
Kuratorja Hana Halilaj ka thënë se peizazhi si tematik simbolizon fjalën e lirë artistike dhe përtej. Kjo ekspozitë përshkon apo sjell vepra nga vitet 1970 deri në të tashmen, duke prezantuar disa nga veprat më të hershme në koleksion. E si piknisje e ka pikërisht peizazhin, si një tematik e cila në momentet kur fjala e lirë edhe lëvizja shpeshherë ka qenë e kufizuar, ka qenë një moment i rëndësishëm edhe një diçka që artistët vazhdimisht janë rikthy. Ekspozita përfshin edhe një seksion të veçantë në depo, aty ku ruhet koleksioni, e qofton publikun të reflektojnë mbi veprat dhe artistët që mbesin jashtë çdo përzgjedhjeje kuratoriale. Sipas kuratores Halilaj, kjo është një mënyrë për të treguar se hapësira ekspozuese, pavarësisht renovimit, asnjëherë nuk është e mjaftueshme. Ekspozita vazhdon me një pjesë të kuruar veçanërisht në koleksionin e galerisë, si një mënyrë për me tregu që asnjë ekspozitë asnjëherë nuk është e plotë, shpeshherë çfarëdo hapësire, sidomos duke marrë parasysh që pavarësisht renovimit, hapësira ekspozuese prapë nuk është mjaftueshëm e madhe, pas një hapësirë nuk është e madhe që me i përfshit gjithë emrat, me i përfshit gjitha perspektivat. Mirë po secila ekspozitë edhe secili grupim i veprave caktuara është një moment i mirë që me kuptu se çka po mbetet jashtë edhe çka mundet me u konsideru për të ardhmen. Objekti i galerisë ishte mbyllur në javët e fundit të muajit të vitit të kaluar për t'ju nënshtruar një renovimi të plotë. Institucioni ishte zhvendosur në galerinë Qafa. Projekti ka përfshirë përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese, kushteve të punës për artistët dhe përvojën e vizitorëve.